Shumë njerëz mendojnë se mëkati ka të bëjë vetëm me sjellje të këqija. Por Bibla tregon se mëkati është diçka shumë më e thellë, se zemra e njeriut I kthehet larg Perëndisë. Kur Adami dhe Eva mëkatuan, nuk ndodhi vetëm një ndryshim në sjelljen e tyre. E gjithë krijesa u prek. Marrëdhënia me Perëndin u thye, marrëdhëniet midis njerëzve u dëmtuan, dhe madje edhe toka filloi të mbajë mangësi. Edhe sot e shohim këtë. Njerëzit gënjejnë, lëndojnë, urrejnë, bëhen ziliqarë dhe luftojnë me faj e turp. Këto nuk janë thjesht gabime. Ato tregojnë se diçka është e prishur në rënje. Mëkati bën që në të përpiqemi të ndërtojmë jetën tonë pa Perëndin. Por një jetë pa Perëndin nuk mund të jetë kur e plot. Ligji zbulon mëkatin, por jo për të na shkatruar, por për të na çuar te ai që mund të na shërojë. Prandaj është I nevojshëm Ungjilli.